Por do t'jap një kujtim veçantë. Licencë numizmatike. Është Durrësi, shekullter deri pari. Maj kujtim për çfarë? Me gjë historie se si ne sa të vegjël jena na përballë historisë. Kjo ke një kërç që vjen nga Kosova. Dhe kjo është pjesë e dhuratës Queen. Shumë faleminderit. Ndaç mund të që kam edhe disa libra që po i jam me shumë interes me zhvillu pjesën e sportit. Sepse sot e një sot me vunë shumë për internet. Për ke patë zefin, për në për me të vu. Kam në 2 vjetë me te, kam i të 2 vjetë dhe. Përve pas taj këtë dësim të dëgjona për atë zefin që ti. Është gjivandë. Erdhe një që gjithë për gjithë në rrë? Po. S'kam takat me kujtë, në sharë. Thank you. Si jeshtë? Po që me Po që dhe Po njëtë që ata vazhdimësia njëri që besoj se kena me të kërku prapë për ndonjë mbështetje, kështu që kena kënaqësi gjithmonë me bashkëpunu me ju dhe ju falenderojmë je gjithmonë i mirëseardhur. Kështu që ju shprehim vërtet mirënjohjen edhe ju falenderojmë njëkohësisht. Jeni mirëseardhur. Falenderoj ty për interesin e madh që ke për përmirësimin e kushteve, për përmirësimin e jetesës së zonës dhe në ditën tonë. Për kujdesin që ke që këtë edukimin apo mirëqenien e zonës ta bashkosh me sportin. Është vërtet që futbolli vërtet ka një fuqi magjike. Kështu që këtu sinergjitë tona bashkohen, edhe të kishës edhe të futbollit, për të realizuar qëllimin e përbashkët që kemi, për të edukuar sa më mirë këto fëmijë, për të bërë sa më shëndetshëm dhe sa më të dobishëm për shoqërinë, për jetën e tyre, për familjen dhe për gjithë shoqërinë. Ju falenderoj shumë për investimin që kemi bërë bashkë për fushën e futbollit, e cila do të shërbej jo vetëm fëmijëve të famullisë, fëmijëve të shkollës, por edhe fëmijëve të gjithë zonës. Në fakt, që në momentin e parë që ju nga keni kërkuar që ne ta bëjmë, sepse iniciativa është e juaj, që duhet ta përsërisë ne jemi për ju, që keni kërkuar që të bëjmë këtë bashkëpunim për fushën e se kemi menduar dy herë. Për disa arsye. Një nga arsyet është ajo që thash për atë misionin fisnik që ne bashkërisht kemi për edukimin e fëmijëve. Për një arsye tjetër sepse pikërisht në këtë zonë, në Shkodër, dhe pikërisht nga një pjesë ka lind futbollin në Shqipëri. Dhe për arsye sepse e gjithë zona e dashuron futbollin ashtu sikur se i dashuron dhe ju me feng. Kështu që gjitha këto janë arsyet që ne nuk kam bërë mendojmë dy herë. Nuk është e parë që vim ju ban, faktikisht ke qenë në inaugurimin edhe të një tjetër projekti bashkë me Fredin. Jemi sot dhe në asnjë çast nuk do themi jo, por do të jemi bashkëpunues, thash për të mirën e komunitetit, për të mirën e këtyre fëmijëve që vërtet nasin, dhe as më shumë të vajzave.
është pikërisht Jubani apo e bashkë edhe Shkodra, në cilin ka lind futbolli i vajzëve shpirë, futbolli i çunave padyshim, që në 1950 dhe ai i vajzave pak më vonë, por gjithsesi më parë se sa në gjithë Shqipërisë. Për të mos e zgjat, falenderoj edhe për organizimin e kësaj ceremonie. Zoti e paskabohet ditë bukur dhe me diell. Fëmijët e kanë zbukuruar akoma më shumë të ceremoninë dhe na japin akoma më shumë frymëzim apo energji për të bërë sa më shumë kemi mundësi. Faleminderit. Monsinjor për ardhmën, edhe Zoti e bekoft këtë vend, edhe e bekoft Gonin edhe monsinjorin tonë që gjithmonë na nim me ashtë me ne. U falenderoj edhe një herë. Shkojmë edhe ne kena këtu më afër me zbuluar monsinjor. Ja është edhe bukra kësaj punë se çdo gjë që bëhet një ndonjëherë për ta, për Shkodrën, punore edhe për vllazërin, që puna deri është e hapur, kështu që jeta një motiv i mirë për ta, që të bëhet futbollist të tarmën. Si vajzat, ashtu edhe djemt. Kështu që luni fort. A keni qef me luajt me vllaznin apo ja? Vllaznis po janë përse? Apo me beslidhjen mamja? Ha? Ja më vllazni më vor, vllazni po të bëhet, Champions League vllazni edhe me Shqipërinë, se këta janë vajza me kvalitet. Janë pjesë e vajzave kombëtarës të moshës, ëh? Ashtu. Po sharritën. Po ky e ka sigurisht në botë futboll. Në këtë fshat vogël e ka veçantën edhe të lidhur me futbollin vetë. Falë edhe Faridit që ka shumë përpara. Albani, Feridi, gjithë. Tam për këtë voglën tonë, se mos e janë absolutisht po. Që faleminderit. Në bashkëpunimin ka bërë dhe gjithmonë. Rregulli inshallah, kjo bëhet edhe një dishava bomo. Ku janë bashkë, janë partnerë në gjithë partnerë. Punë fantastike, shumë e bukur, edhe familja shumë e bukur, e pastër, e rregull. E meriton. Me gjendje dhe Sa më shumë infrastrukturë sportive të po ikën shumë të ishtë vit, po ikën... Kalzova të në kërë shfarë, jo vetëm, se të gjithë gjithë të gjallë, dhe vërtet më të bukat që mund përqenja këta. Ku ishte? Kampionati e vjetë. Ka kanë shapo. Organizimi ishte perfekt. Shteti janë patjetër. I futsal, se? Shumë e bukur. Era por don që Ka fotot e bukura. Kampionati patjetër i bukur. Pavle, hajde një bëjmë. Këto kanë fërsitiki... Fredi, i fut dy lojë. Unë kam fut virusina. Mirë, po jene pse e vajtë. Ka më bërë futbolist, a da është futbolist? Këtu për para të haru. Hajde se sa të keni përshim luni futbol. Hajde. Capimia, me muito gurnezi, po nuk e muito gurnezi, veç i herë na nga muito. E kanë tradit. Mordhëna për Dortmund. Mordhëna për Borussia. Palnes. Over here. Evropë ditë të pikita që. Evropë. Si kalove? Mirë? Sa bëhet? Mirë. Po kimo, sa bukur pas ka dalë? Shumë bukur. Ha? Mashallah. Mirë?
Që me bo. Mirë, ja, mbase. Europiani, se këtu Shkodrën e fosfatën fushë natyrale nuk ju do. Këtu s'ka natyrale dhe rrugë me në. A është? Kush i di kriterë? A është si shtatë do ta shohim? Jo, më jo, prej të stadiumit po thënë. Stadiumi 4 km. Jo, 4 kilometra. Është 3,5. Po pra, unë menova 2 po 3,5. Çka pse qefi? Ande. E fushës për Akademinë Shpresa këtu në Shtoj apo në le më të them në Shkodër. Fushë e cila do t'i shërbej stërvitje së gjithë fëmijëve të zonës. Është shembulli më i mirë i bashkëpunimit të Federatës Shqiptare të Futbollit me një akademi private, sipas projektit i 100 fushave që ne kemi, me objektivin për ndërtuar 100 fusha të tilla në Shqipëri dhe fiks kjo është rasti që i plotson gjitha kriteret e projektit tonë. Pra, projekti konsiston në ndërtimin e fushave të reja, sepse ajo që ne kemi mangut është infrastruktura sportive, pra inventari i saj. Kështu që pra projekti nuk synon rikonstruksione, por shtimin e inventarit dhe ky është një nga ato që i shtohet inventarit të fushave të servizit Shkodër, që për të qenë të sinqert ka shumë nevojë, krahasimisht me dashurinë që ka Shkodra për futbollin, me dashurinë që kanë fëmijët për t'u bashkuar lojës tonë, ne duhet të krijojmë kushtet të infrastrukturës, si kjo fushë të ndërtojmë dhe tjera. Kemi një projekt që realisht ka zgjatur dhe unë uroj që të finalizohet me Akademinë Piraniqi dhe pse jo dhe me akademitë e tjera, me shoqatën e futbollit. Pra ato që mund t'i krijojmë neve këtyre fëmijëve që t'i bashkohen sa më shumë sportit tonë, është infrastruktura, trajnerët, të cilët ne i kemi goxha të kualifikuar dhe vazhdojmë t'i kualifikojmë mirë, pra edukuesit e tyre. Ne jemi pothuajse e vetmja federatë në botë që financojmë të gjithë veshjet sportive, cilët i kanë dhe fëmijët sot, apo dhe topat e futbollit, kështu që fëmijët dëshirën, ne këto tjera dhe futbollit shkoj përpara. Falenderoj edhe një Agimin, falenderoj Lazin, si kryetari i shoqatës Shkodrës për bashkëpunimin, gjithë ju që jeni këtu dhe uroj që të kemi sa më shumë futbollistë të Shkodrës, cilët futbollojnë të furnizojnë vllazninë me talente dhe të edukojnë breza sa më të mirë. Kryesisht që kalon një mbështetje pa rezervë për në këtë fushë dhe të tjera që do vinë. Besoj që tani këtu sipas premtimit të atë projekti është akoma më i madh, se faktikisht ti do kesh 50% të financimit projektit dhe federata 50%. Ne do na duhet që ta fillojmë shumë shpejt atë fushën atje me barë natyral, sepse është edhe një nga kushtet për të zhvilluar ndeshjet e kampionatit evropian në 2027 në Shkodër. Nëse nuk kemi të paktën një fushë për stërvitje, kemi pamundur për të luajtur Shkodër, gjë e cila na ka dështuar në ndeshjet e Euro 2025 për U17, sepse në Shkodër nuk kishim një fushë që plotëson kriteret me barë natyral. Kështu që sa më shpejt ta fillojmë këtë për t'i shërbyer akademisë, për t'i shërbyer fëmijëve, por edhe këtij qëllimi tjetër që është shumë i rëndësishëm, zhvillimi i kampionatit evropian nuk duhet ta përjashtojë Shkodrën nga harta. Sepse është investim që nuk bëhet thjesht për biznesin, por është investim për komunitetin.
Edhe çdo fushë që ban territorin e Shkodrës edhe brenda jurisdiksionit shoqas ku ne operojmë, mendoj që shërben shumë të ardhmë se këtyre fëmijëve. Prandaj mbështetja e federatës është duhet gjetë investitorë, duhet gjetë terren infrastrukturë sepse Shkodra është në emergjencë për infrastrukturë. Kështu që gjejmë me këtë investim që ka bën ta rrisin dhe dëshirën të investojnë në fushë të tjera sepse po shohim shumë pak investitorë që e kanë mendën te sporti. Kështu që gjejmë ka investuar, ka filluar, kështu që urojmë edhe ta gjesh këtë fushë, por edhe të vazhdosh edhe investimin. Njëkohësisht edhe presidenti duhet falendëruar sepse dëshira e presidentit është shumë e madhe që në Shkodër të ketë infrastrukturë sportive sepse largimi nga Shkodra i zhvillimit kampionatit evropian U17 është unë shoh si hupje shumë të madhe, por nëse nuk investohen kohë edhe U21-shi është një problem vetë sepse kërkohen standarde dhe infrastrukturë, kështu që duhet më hapa shumë shpejt që tanë bashkë krijojmë mundësinë që zhvillohet kampionati evropian këtu U21-shi. Ne do ta bëjmë besoj edhe fushën natyrale të atje me të gjithë kushtet, ku edhe atje do ketë një fushë natyrale dhe një artificiale. Kështu unë mendoj që jemi në rrugën e mbarë, do duhet bashkëpunim me gjithë, me biznesin privat, me bashki, me shoqatën që t'i krijojmë kushte sa më të mira. Edhe jetë falenderoj. Magzoni! Sa më shumë president. Magzoni edhe gjithmonë Çe ku kena për sportiste e kena. Është do na kë. Elio, po vole futbollist. Luja top. Cili është i rregull në disiplinë, të çojmë në Disiplinë portieri. Pret.